Mirë se vjen në Golden Truth Tarot. Uroj që kjo video të gjej sa më mirë. Dua të të uroj edhe për vitin e ri, qoftë një vit plot shëndet, dashuri, para dhe shumë suksese e mbarësi për ty dhe për familjen tënde. Të lutem, nëse vjen për herë të parë në kanalin tim dhe nuk je abonuar akoma, kliko tek butoni subscribe, abonohu, më ndihmon vërtet shumë që vazhdoj të përgatis këto video për ty. Dhe tani do të filloj me parashikimin e vitit 2026, do të filloj nga muaji janar. Në janar shikoj që do të kesh shumë fokus, do të fillosh vitin me rregulla, me disiplinë të madhe, me ide të qarta. Do thuash do bëj këtë, do bëj këtë, do bëj këtë, kam këtë plan, kam këtë gjë që duhet ta realizoj. Dhe do të jetë një fillim shumë i mbar, një fillim shumë i mirë, sidomos çështje që lidhen me punën, e shikoj që do të jenë në favorin tënd, nëse ke në plan të flasësh me dikë për çështje pune, bashkëpunime të mundshme, nëse do të bësh një aplikim, çështje ligjore do të jenë shumë të mira në janar, çështje që lidhen me dokumenta, me aplikime, çështje që kanë të bëjnë me një vend të ri pune, të gjitha këto do të jenë shumë pozitive për ty. Nëse e ke si plan edhe diçka që është kryesore që do ta realizosh me patjetër në janar, periudha është më e mirë. Për sa i përket pastaj çështjeve të dashurisë edhe të zemrës, shikoj që vendimet do t'i marrësh më shumë me arsye, me logjik, me llogari, se çfarë të levërdis, se çfarë është më e mira për ty, dhe jo shumë me anën emocionale, dhe gjëra për të cilat mund të kesh toleruar më përpara, gjëra për të cilat mund të kesh anashkaluar, tani të shoh shumë të vendosur, do thuash jo, këto janë kushtet e mia, këto janë rregullat e mia, këto janë ato gjëra që unë kërkoj me patjetër dhe do t'i qëndrosh asaj deri në fund. Kjo është energjia të paktën e fillimit të vitit. Do të zbuten pak gjërat nga data 26 janar, kur kemi Neptunin, planetin që lidhet me fantazin, lidhet me imagjinatën, futet në shenjën tënde, në dash, dhe Neptuni të bën pak më emocionale, të ndjeshëm, të bën që pjesa e kreativitetit pastaj do të jetë shumë më e lartë gjatë kësaj kohe, po të bën që të kesh edhe më tepër empati, më tepër tolerancë, ato rregullat e forta që i ke vendosur për veten, por edhe për të tjerët në janar, në fillim të janarit, do të fillojnë të zbuten pak deri nga fundi i muajit, nga data 26 e më pas. Shikoj pastaj në shkurt një situatë ku do të vendosesh të distancohesh nga diçka. Mund të jetë një person specifik, mund të jenë rrethanat në jetën tënde, mund të jetë diçka që ty nuk të sjell më kënaqësi, diçka që nuk të sjell më përmbushje. Të thash ke vendosur disa rregulla fikse për veten që do bëj këtë gjë dhe do t'i qëndroj asaj. Dhe do të mbushet kupa, do të ndodh diçka në shkurt që ato do ta bëj vendimin tënd shumë të qartë. Do jetë diçka që ti do thuash nuk mund të kthehem më pas, nuk e toleroj dot më këtë gjë. Dhe ka gjasa të ndodh rreth datës 14 shkurt, kur është edhe periudha e festa e Shën Valentinit, sepse koincidon që me datë 14 shkurt Saturni, planeti që sjell sfida, vështirësi, planeti që kërkon një rregull, një vendosmëri të madhe, që kërkon shumë strukturë dhe disiplinë, futet në shenjën tënde, në dash. Dhe Saturni nuk të toleron më, nëse ke toleruar pak nga data 26 janar deri me datë 14, në atë periudhë ke pasur më dëmshuri, më empati për të tjerët, njerëzit do ta përdorin atë ndjeshmërinë tënde, do ta përdorin si armë, si formë dobësie, nuk do ta vlerësojnë që ti po toleron, që ti po tregohesh një person i mirëkuptueshëm. Dhe ajo do të jetë gjëja e fundit për ty, ku ti do të thuash, ok, nuk mundem dot më, edhe do të largohesh. Shikoj një distancim, një largim
Mund të jetë për çështje pune, mund të jetë për çështje që kanë të bëjnë me dashurinë, me romancën, ti i kthen shpinën diçkaje dhe zgjedh veten tënde. Zgjedh personalitetin tënd, identitetin tënd si person, zgjedh të duash veten e mos të tolerosh më mungesë vlerësimi apo mungesë respekti nga të tjerët. Kjo është energjia dhe është diçka, është një ngjarje e fortë, është një ngjarje e shkruar, një ngjarje karmike, diçka për të cilën ti ke kohë që e mendon, sepse janë disa hatërmbeti, disa gjëra të mbledhura. Kjo nuk është një gjë që do të ndodhë në shkurt nga hiçi, do të jetë rezultati i shumë e shumë ngjarjeve që do të cilin pikërisht deri në këtë pikën ku thua nuk mundem më. Kurse në Mars, si fillim, të paktën ditët e para të Marsit, shikoj që do të kesh disa pikpyetje në lidhje me veten tënde, me pamjen, pikpyetje që kanë të bëjnë me pjesën e vetvlerësimit, a jam unë një person që mund të tërheq dashurinë, apo a jam unë një person që po kujdesem për veten mjaftueshëm, pjesa që lidhet me identitetin tënd, me imazhin tënd, po do të jetë për një kohë të shkurtër kjo gjë, gjërat do të ndryshojnë, aq më tepër që nga data 6 Mars futet Afërdita, planeti i dashurisë, i të bukurës, i romancës, futet në shenjën tënde. Dhe ajo menjëherë të jep një energji të ripërthërim, të bën të ndjesh më mirë, të bën të ndjesh më bukur, të bën të kesh më shumë të marrësh më shumë komplimenta, më shumë vëmendje nga të tjerët. Është favorizon shumë edhe për çështje që lidhen me parat, Afërdita, parat, dhurata, njerëzit janë më të gatshëm të ndihmojnë, të bëjnë diçka për ty, të të qëndrojnë pranë. Pra, mund të jetë një kohë shumë e shkurtër, të thash ato ditët e para të Marsit, më pas do të ndihesh mirë, do të kthehesh në atë energjinë tënde më natyrale, më në formë, plus pastaj nga data 20 Mars, futemi në sezonin e dashit. Në sezonin tënd është edhe ekuinoksi i pranverës. Marsi shënon fillimin nga data 20, shënon fillimin e vitit. Energjia fillon dhe viti fillon për ty, sidomos nëse e ke ditëlindjen në Mars. Kjo është koha ku ti do të ndjesh më shumë energji, kjo është koha që do të ndjesh më vetvetja, dhe është koha ku shikoj më tepër sukses, më tepër arritje, më tepër dominancë, fundi i Marsit nga data 20 dhe sidomos prilli. Në prill pastaj do të jesh fiks në energjinë tënde, gjërat do të shkojnë ashtu siç ti dëshiron, do të kesh shumë motivim, do të ndihesh i pamposhtur ose e pamposhtur, do të plot, nuk ka gjë që nuk arrin dot ta bësh, dhe mund të kesh edhe një tension të brendshëm, sikur nuk të rrihet në një vend, do të lëvizësh, do të provosh, do të shikosh se çfarë opsionesh ke, të gjitha opsionet e mundshme ti do t'i kthesh në favorin tënd. Do të jetë një kohë plot adrenalin. Kjo do të ndodh edhe sepse Marsi, planeti që ty të udhëheq dhe që lidhet me shpirtin luftarak, me atë adrenalinën, me energjinë e fortë, futet në shenjën tënde në dash nga data 9 prill. Nëse do të fillosh të merresh me aktivitet fizik, të bësh palestër apo vrap, gjithçka që lidhet me trupin, kujdesin ndaj trupit, dhe të shikosh rezultatet maksimale, kjo është koha më e mirë që të bëhesh gati për verën. Kjo është koha më e mirë nga data 9 prill, kur ke Marsin në shenjën tënde, sepse një gjysmë ore stërvitje mund të t'jap rezultate shumë herë më të mira se sa në një periudhë tjetër të vitit, plus edhe vetë do t'jesh shumë në formë gjatë kësaj kohe. Kjo është një periudhë mjaft e favorshme, periudha e prillit, për çështje që lidhen marrëveshje, sidomos me njerëz të pushtetshëm, me njerëz që janë në pozicione qeveritar, njerëz të cilët mund të ndihmojnë, bashkëpunime, pune, më shumë para,
më shumë sukses, më shumë njerëz të cilët kanë status, kanë prestigj që mund të ndihmojnë edhe mund të orientojnë. Fokuso më tepër tek puna në periudhën e prillit. Nëse dëshira jote është të krijosh një njohje me dikë që është një person i pasur apo një person shumë i suksesshëm, kjo është koha më e mirë për ta krijuar këtë njohje, pikërisht në muajin prill. Kurse në muajin maj do të jetë një kohë ku do të bësh disa llogari me veten tënde, për të parë se ku je, sepse do të bësh diçka më shumë, do të bësh një investim, do të bësh një blerje, do të investosh tek dikush, mund të jetë një investim tek karriera, tek profesioni, mund të jetë një investim që ti e bën për të blerë një pronë, po do të shikosh të gjitha të ardhurat e tua, çfarë ti ke, opsionet që ke, mundësitë, dhe do thuash, ok, mund të bëj këtë gjë. Kjo është edhe koha për të llogaritur dhe për të menduar pak në afatgjatë majit. Nëse nuk ke një llogari kursimi, kjo është koha për të hapur një llogari të tillë. Nëse do të bësh një investim të caktuar që lidhet me parat, për shembull, një shumë mund të vendosësh që të blesh bono thesari apo të bësh një investim tjetër në bursë apo çfarëdo qoftë që ti e mendon, mund të jetë edhe një llogari e vogël kursimi ose para kesh që ti i mban më një anë. Sido që të jetë situata për ty, mendo dhe planifiko në afatgjatë. Qoftë edhe një buxhet të vogël që ti e vendos për periudhën e verës, dhe thua, ok, gjatë muajve të verës kaq para do t'i kem për pushime, kaq para do t'i janë shpenzimet që më duhen, kaq para do t'i vendos më njanë, sado e vogël qoftë ajo shumë, ky është momenti për ta realizuar këtë gjë, për të fokusuar tek financat kryesisht gjatë muajit maj. Ndërkohë qershori do të jetë një muaj ku ti do të ndjesh një lloj konfuziteti brenda vetes, sepse shumë gjëra nuk janë të qarta në qershor. Shikoj që do të jetë një muaj emocional, një muaj ku je në pritje për të zbuluar diçka që është shumë e rëndësishme për ty, diçka që ka të bëj me të ardhmen tënde, diçka që nga ana e dëshirave, nga ana e nevojave të tua, është një gjë mjaft e rëndësishme. Mund të jetë diçka për punë, mund të jetë diçka sepse ky është leximi i përgjithshëm, mund të jetë diçka për dikë që ka të bëjë me punën, për dikë mund të jetë që ka të bëjë me pjesën e dashurisë, të romancës. Po shikoj një paqartësi, një pak edhe ankth në qershor, pak edhe stres, si do bëhet, si do më shkoj, si do dalin gjërat, a do dalë mirë, a do e kaloj me sukses, a do zgjidhet ashtu siç e dua unë, të gjitha ato pikpyetje që ty do të të mundojnë gjatë kësaj kohe. Gjëja më e mirë që mund të bësh është të presësh, të marrësh gjërat me qetësi, përgjigjja do të vi për ty, vetëm ki pak durim, edhe ndonjëherë ti si dash e ke pak të vështirë këtë pjesën e durimit, pjesën e të qëndruarit në pauzë, në pritje derisa gjërat të zgjidhen, por jepi vetes kohë. Nëse dëshira është sepse shikoj, dhe ky është mesazh specifik për disa desh, shikoj edhe një dëshirë për të pasur, për të zgjeruar familjen, dhe në pritje për të zbuluar një shtatzani. Mund të ndodhë që merr një përgjigje jo të mirë, një përgjigje negative, pra që nuk e mbetur shtatzan gjatë muajit qershor, e kjo do të sjell pak atë s'po ndodh atë pjesën e shtimit të ankthit, s'po ndodh, s'po realizohet. Çdo gjë vjen në momentin e vet, në momentin kur është gati dhe është shkruar për ty. Kështu që bëj pak durim dhe me pak qetësi në muajin qershor, sepse shikoj një ndryshim total në korrik. Korriku do të sjellë fitore, korriku do të sjellë sukses për ty, do të sjellë realizim, do të sjellë atë dëshirën tënde të madhe, atë gjën që ti e kishe me kaq shqetësim, me kaq ankth në qershor,
do të bëhet realitet dhe shikoj një fitore, një arritje, diçka që duhet të kalosh një garë me persona të tjerë. Mund të jetë një vend pune, mund të jetë një gjë që ka të bëjë me një situatë ku ti je përpara një konkursi apo je në garë me njerëz të tjerë dhe ti del personi që shkëlqen, ti del personi që fiton. Kjo sigurisht do të të bëjë të ndjehesh shumë mirë me veten tënde, do të bëj që t'jesh krenar për veten, do t'jetë një periudhë suksesi, një periudhë ku do të shoqërohet edhe me lavdërime dhe me vlerësime, por do të shoqërohet edhe me xhelozi. Do të ketë edhe mjaft njerëz që do të kenë zili për ty, edhe do të thonë që nuk e meritoi fitoren, duhet ta kishte fituar dikush tjetër, këtë sukses nuk e meriton, duhet ta kishte marrë dikush tjetër. Mund të kenë edhe, sepse sigurisht këto persona, disa prej tyre kanë qenë në garë me ty gjatë këtij procesi, prandaj edhe janë ato që duan të dalin më shumë të fituar. E rëndësishme është që të mbash të njëjtin nivel fokusi siç e ke pasur më përpara, sepse nga tarot shikoj qartë që është fitoria, kjo është fitoria e një beteje, por nuk e fituar luftën akoma. Do të thënë është një gjë e vogël, është një sukses, një diçka që është e rëndësishme për ty, por nuk ke arritur deri në atë pikën ku ti dëshiron për veten tënde, deri në atë maksimumin e maksimumit për veten tënde. E ki parasysh që si vit 2026, edhe në numerologji, po t'i mbledhim si numra, 2 plus 2 plus 6 bëjnë 10, 1 plus 0 bëjnë 1, njëshi është fillimi një cikli, njëshi është një energji ku duhet fokusohesh tek vetja jote, tek dëshirat e tua, synimet e tua, planet që ti ke. Përveç asaj është edhe viti i kalit, sipas astrologjisë kineze, duke filluar nga shkurti futemi tek viti i kalit. Viti i kalit është një energji që lëviz shumë shpejt, është një ndryshim i madh në krahasim me 2025-ën. Gjërat ecin, gjërat lëvizin, plus është energjia e kalit, kali i zjarrit, sepse janë disa nga elementet që ka astrologjia kineze, një prej tyre është zjarri, dhe ky vit është një vit ku gjërat do të ecin shumë shpejt dhe nuk është fokusi shumë tek dashuria për ty, por për të gjithë në fazë globale energjia nuk e ka fokusin tek dashuria, po tek marrëdhëniet në çift, se energjia e njëshit është numër tek, është më shumë tek individualiteti yt si person, tek çdo njeri fokusi është të arrijmë synimet tona, planet që ne kemi, dhe jo të fokusohemi shumë tek pjesa e romancës edhe tek pjesa e dashurisë. Kështu në këtë pjesë të shikoj shumë mirë, vetëm ki parasysh që është ndonjëherë zjarri kur digjet shumë shpejt, kur merr zjarr gjithçka shumë shpejt edhe shuhet shpejt. Duhet më mirë të jetë një zjarr gradual që të kesh mundësi të mbash të njëjtin ritëm. Këtë sukses që ti arritet duhet ta mbash, të arrish diçka dhe ta mbash për një kohë të gjatë, janë dy gjëra të kundërta. Kështu që kujtoja vetes, mos u lodh, mos jep të gjithë në 100% të fuqisë tënde që në fillim, jep aq sa ti mundesh dhe mbaje ritmin deri në fund të vitit. Ta them këtë sepse shikoj në muajin gusht që do të ndjesh që do të bëhet një padrejtësi në gusht. Do thuash, kjo nuk është e drejtë, unë nuk e meritoj këtë gjë, mund ta shohësh në sjellje me njerëzit, me mënyrën se si flasin me ty, me mënyrën mund të kenë një sjellje arrogante ndaj teje, mundet të kenë pritshmëri që nuk janë realiste. Pse e fitove ti këtë gjë tani, kërkojnë prej teje gjëra që janë shumë jashtë mundësive të tua dhe mund ta bëjnë në një formë provokimi, si për të vënë në lojë apo për të ngacmuar që po ti e bëre këtë gjë, tani mund të bësh edhe këtë tjetrën edhe këtë tjetrën, dhe do ndjesh një sens parehatie, një sens ngarkese në raporte të ndryshme në jetën tënde, ku do duket sikur njerëzit
po tregojnë të padrejtë, po tregojnë ziliqar, njerëzit po mundohen po të ngacmojnë qëllimisht, po përfitojnë qëllimisht nga sjellja jote, nga situata në të cilën ti ndodhesh. Bëj durim, kaloje këtë pjesë, kjo mund të jetë diçka që është pasojë e suksesit. E rëndësishme është që ti të mbash fokusin, një lloj si kali që ka ato pjesën i vendosin barierat dhe fokusohet vetëm tek rruga, në të njëjtën formë edhe ti duhet ta kanalizosh energjinë tënde vetëm tek gjërat që janë të mira dhe produktive për veten. Elimino diskutimet, fjalët, nëse është diçka që nuk vlen për ty, që nuk të sjell asnjë të mirë, as mos u përfshin në debate, sepse shpesh njerëzit të provokojnë qëllimisht dash, sepse e din që ti je njëri impulsiv, ti je njëri që reagon, edhe të ngacmojnë qëllimisht për të të nxjerrë një anë tënden. Kurse situata në muajin pastaj shtator e shikoj shumë herë më stabil, shumë herë më të qëndrueshme shtatorin, sidomos nga ana ekonomike, gjithçka do të jetë mirë, të ardhurat do të jenë neutrale, do të jenë të qëndrueshme. Je në një situatë ku ke siguri në punë, ku mund të duket sikur gjërat do ta ulin pak ritmin, do ecin pak më ngadalë, po ke nevojë për këtë periudhë qetësie, këtë periudhë pauze në shtator për të rimarrë veten dhe për të rimarrë forcat, në mënyrë që të vazhdosh garën me intensitet më vonë. Do të jetë, siç thash, për pjesën e parave, gjendja ekonomia do të jetë e qëndrueshme, do të jetë shumë mirë. Por ka diçka tjetër në jetën tënde, një cikël që ti nuk e pranon dot, një cikël që është i vështirë, diçka që lidhet me një transformim, mund të jetë, ky është mesazh specifik, nuk vlen për të gjithë deshët, sigurisht, po për dikë e shikoj që ka të bëjë me një person të familjes që është smur, që ti mund të shohësh që është në ditët e fundit ose në periudhën e fundit të jetës, e sheh që nuk është mirë, e di, por nuk e pranon dot që ky person është drejt fundit, që nuk do ta kesh më pranë mungesën e këtij personi. Domethënë është një transformim shumë i madh që ti nga ana shpirtërore, nga ana emocionale, sidomos në tetor, nuk të shikoj që je gati për një diçka të tillë, sepse është kaq e fortë për ty kjo gjë. Për desh të tjerë, periudhën e tetorit e shikoj si një periudhë ku është diçka në jetën tënde që duhet të përfundojë, është një lloj transformimi. Mund të jetë transformimi i yti, diçka që ti duhet ta ndryshosh tek vetja jote, që ti e di që nuk është gjë e mirë, mund të jetë një ves, mund të jetë diçka që është negative, që ti thua dua ta bëj, duhet ta ndryshoj këtë gjë, dhe e ke thënë kush e di se sa herë, po ndoshta asnjëherë s'e ke marr atë hapat e duhur për ta çuar deri në fund, për ta zgjidhur ashtu siç duhet. Dhe tetori do të thotë qartë që hapi syt, kjo gjë nuk vazhdon dot më kështu. Duhet me patjetër ta ndryshosh këtë gjë. Nëse ka të bëjë me shëndetin tënd, me një ves, me një kujdes më të madh ndaj shëndetit, bëje prioritet veten. Nëse ka diçka që ty të shqetëson, bëj kontrollet, analizat e duhura, gjithçka, sigurohu që të jesh mirë fizikisht, që gjithçka nga ana biologjike të jetë okay, dhe më pas shiko anën tjetër, pastaj anën shpirtërore, nëse mendon që mund të ketë bërë dikush diçka, shikoj zgjidhje më vonë, por fillimisht kontrolli duhet jetë për trupin, për shëndetin, largimi disa veseve ose diçkaje që ti e di nuk është e mirë për ty, dhe më pas ka të bëjë me një transformim së jashtmi për dikë, një transformim që lidhet me do të ndryshosh vendin e shtëpisë, ti e di që nuk mund të vazhdosh të jetosh më në atë vend, sepse mund të ketë lagështirë, mund të ketë myk, mund të ketë kushte të tjera që ti nuk i je dakord, nuk të pëlqejnë, mund të jetosh në një vend që është shumë i ftohtë, do të ndryshosh
vendin ku jeton të kalosh në një vend që është më i ngrohtë, të ndryshosh shtetin ose të ndryshosh komplet kontinentin, ndoshta vendin se ku je, transformimi do të jetë i ndryshëm për persona të ndryshëm, por mos hezito dhe mos vazhdo në të njëjtën gjendje. Vendimi duhet ta marrësh ti, se do ndodh një gjë në tetor që do të shty, do të thotë, ka ardhur momenti, shkundu, bëje këtë gjë, mos e lër më pas dore, mos e anashkalo. Ta them këtë sepse do të jetë një ndryshim mjaft i mirë në nëntor, ku shikoj lajme të mira, shikoj një ndryshim pozitiv, shikoj diçka të mirë që do të ndodhë në jetën tënde, që do të të mbush me energji, do të mbush me vitalitet, do të kthehet pjesa e besimit, pjesa e optimizmit, tive do jesh shumë më mirë. Nga ana shëndetësore, sidomos, nga tetori në nëntor do jetë një ndryshim total. Edhe ato pak gjëra që ti mund të përmirësosh do kenë rezultate shumë të mira në nëntor, ku do ndihesh më me forcë, më me energji, më me motivim. Kjo do të jetë një periudhë shumë e mirë dhe nëse je single në nëntor, për të njohur dikë, për të krijuar një romancë, do të jetë një dashuri me shikim të parë, do të jetë një romancë e menjëhershme, një tërheqje e bukur, një situatë plot adrenalinë dhe plot pasion, por edhe nga ana profesionale dhe në aspektet tjera të jetës tënde, nëntori do të sjellë diçka që ty do të sjellë gëzim, do të sjellë lumturi, do të sjellë energji pozitive dhe shumë motivim. Kurse dhjetori do të mbyllet në një situatë familjare, do të mbyllet me viti me energji, me bollëk në familje, do të jetë një muaj ku të shikoj të rrethuar nga shumë antarë të familjes, nga familja jote e gjerë, dhe bashkë do të mendoni për të bërë një investim të përbashkët, shikoj një fokus ose për të jetuar me prindrit nëse jeton më vete, ose për të bler një pronë që do të mbetet pastaj dhe të trashëgohet në familje, pra për të investuar në blerjen e një shtëpie apo blerjen e një toke, po edhe koha që është shumë e rëndësishme për ty të kthesh tek rënjët, të kesh qëndrueshmëri, të kesh stabilitet, do të mendosh për periudhën e pensionit, do të mendosh për të pasur siguri, për të pasur qetësi, mund të bësh edhe një investim që lidhet me shtëpinë në dhjetor, që do ta bëj jetën tënde më të rehatshme, më praktike, më komode. Do të shikosh të gjitha këto, por fokusi është e ana materiale, tek parat, në lidhje me familjen, në lidhje me familjen, në lidhje me prona, në lidhje me gjithçka që është me vlerë dhe që ka rëndësi. Për vitin 2026, duke qenë se është viti i kalit dhe duke qenë se është energjia e zjarit, kristali që unë rekomandoj për ty dhe që do të të ndihmoj jashtëmase gjatë këtij viti për ta mbajtur energjinë tënde të fuqishme, të ndihmon shumë për të tërhequr dashurinë nëse je single, sepse është një gur që të krijon një lloj atraksioni, magnetizmi të menjëhershëm, është Carnelian. Dhe mesazhi thot kanalizoje pasionin dhe energjinë tënde në diçka produktive. Carnelian është një kristal, është një gur shumë i bukur në ngjyrë të kuqe në portokalli dhe të ndihmon që këtë energjinë e tepërt që ti ke dash, këtë energjinë e padurimit, e impulsivitetit, ta kthesh në energji produktive, tek puna, tek fokus në gjëra që janë të mira, në gjëra që janë të rëndësishme për ty. Nëse ke interes, për edhe po mendon të porosisësh të marrësh stoli që lidhen me këtë gur, që janë me Carnelian. Tek website-i im mund të gjesh vath, mund të gjesh pyzylyk, mund të gjesh unaza, gjithçka, çfarëdo që ty të pëlqen, futu, ka gjëra shumë të bukura dhe dërgesat bëhen në të gjitha vendet e botës. Prandaj, nëse ke interes për të mësuar të lexosh vetë letrat tarot në shqip, letrat që un po përdor sot për këtë lexim, letrat
e orakullit të kristaleve, si dhe tarot e para në Shqip, që vinë me librin të dyja, pakot e letrave, letrat e orakullit dhe tarot vinë bashkë me librin që të mëson se si t'i lexosh vetë letrat. Po ashtu, nëse do të rezervosh një lexim privat me mua, nëse do të dish se si do t'jetë 2026 për ty në mënyrë specifike, apo ke një pyetje, diçka tjetër që ti ke interese dhe do të dish, do të porosisësh, siç të thash, byzylyk, varse me kristale, unaza, gjithçka, futu tek website-i im në www.goldentruthtarot.com, linkun e ke këtu poshtë tek video, edhe tek përshkrimi, aty mund të porosisësh një lexim privat, mund të porosisësh tarot, mund të porosisësh letrat e orakullit, kristalet, gjithçka e gjen tek website-i. Tarot dhe letrat e orakullit mund t'i gjesh edhe në amazon.com dhe në etsy.com, dhe dërgesat sigurisht bëhen në çdo vend të botës. Unë të falenderoj që më ndoqe dhe të uroj gjithë të mirat, një vit sa më të mbar, bashkë dhe të dëgjohemi në leximet e ardhshme. Gjithë të mirat, mirupafshim.